Gati një vit nga tranzicioni në udhëheqjen e Bashkimit Evropian, për të cilën liderët kosovar patën shprehur pritshmëri se do të avancojë procesin e integrimit evropian, si dhe do të rikthejë balancën në dialogun me Serbinë, pothuajse asgjë nuk ka ndryshuar. Liderët e Kosovës patën treguar simpati të madhe ndaj përfaqësueses së lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, duke shprehur se ajo do ta shndrojë kursin e BE-s ndaj Kosovës, posaçërisht ndaj dialogut me Serbinë. Megjithatë, një vit pas, ajo zorse ka organizuar ndonjë takim të nivelit të lartë mes liderëve të dy vendeve. Në fakt, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka mbetur pezull për më shumë se 2 vjet për shkak të ngërçit politik në Prishtinë dhe zhvillimeve dramatike në Beograd. Kosova është drejtuar sërish nga zgjedhjet e reja nacionale, kurse protestat antiqeveritare në rrugët e Beogradit vazhdojnë të thellojnë çarje në themelet e regjimit në Serbi. Gjithashtu nuk ka patur lëvizje konkrete për të hapur negociatat e antarësimit me Kosovën, që prej aplikimit Kosovës, presidenca e Këshillit të BE-s është ndarë midis Çekisë, Suedisë, Spanjës, Belgjikës, Hungarisë, Polonisë dhe Danimarkës. E para e ka pranuar aplikimin zyrtar, por asgjë nuk është ekzaminuar më tej në dosjen e Kosovës.